Edhe pse kanë kaluar tashmë plot 3 vite nga përfundimi i sezonit të dytë të Big Brother VIP Albania, emri e Fidhedhës vazhdon të përmendet me të njëjtin intensitet sikur gjithçka të kishte ndodhur dje. Ajo mbetet një nga figurat më të spikatura të këtij formati televiziv, që jo vetëm theu rekorde shikueshmërie, por edhe nguli rënjë të forta në kujtesën e publikut shqiptar. Në një deklaratë të fundit, e cila u prit me shumë interes nga ndjekësit e saj, Efi u rikthye me mendje tek ajo periudhë e jashtëzakonshme, ku emocionet, përplasje dhe miqësitë u ngatëruan si fijet e një rjete të ndërlikuar njerëzore. Ajo foli me qetësi e sinqeritet për marrëdhënie që krijoi brenda shtëpisë më të famshme në vend, për kujtime që ende mbeten të gjalla, por edhe për mënyrën se si publiku vazhdon, edhe pas kaq kohësh, ta lidhë emrin e saj me personazhe si Luizi Elli dhe Olta Gigjari. Ka komente, jo për Oltën, për Luizin më shumë. Ka akoma njerëz që kanë ngelur para 3 vitesh. Unë nuk kam lef për njeri. Çfarë ka kaluar ka qenë shumë e bukur. Nuk e fshim dot, është shprehur ajo me ton të butë, por të prerë, sikur të donte të vendoste një kufi mes së shkuarës dhe së tashmes. Në fjalët e saj ndihej qartazi qetësia e dikujt që e ka bërë paqe me kujtimet, që nuk ndjen mas ngarkesë, as keqardhje, vetëm mirënjohje për përvojën që e ka formuar. Efi e pranoi hapur se Big Brother ka qenë një kapitull që e ka ndryshuar rënjësisht, duke vendosur në qendër të vëmendjes publike, por edhe duke mësuar si të përballojë stuhitë e mendimeve e paragjykimeve që shpesh shoqërojnë famën. Ajo periudhë më ka forcuar shumë. Ka mësuar të mos reagoj ndaj çdo komenti dhe të mos e lejoj askënd të më ul shpirtin. Çdo përvojë, edhe ajo me vështira, më ka bërë më e fortë dhe më ndërgjegjshme për veten. Ka rrëfyer ajo, me një dozë reflektimi që tregon pjekurinë e fituar me kalimin e kohës. Më tej, ish banorja theksoi se përpiqet të mos mbajë asnjë hije mlefi apo keqkuptimi ndaj askujt. Për të, gjithçka që ka ndodhur brenda asaj shtëpie ka qenë pjesë e një rrugë që e ka bërë atë njeri më të plot. Unë nuk kam lef për askënd. Gjithçka që ka ndodhur aty ka qenë pjesë e një eksperience që sot e shoh me buzëqeshje. Ka qenë një periudhë shumë e bukur që s'mund ta fshim dot. U shpreh ajo me një ndjenjë qetësie që flet për pajtimin e brendshëm. Duket se për Efin, Big Brother nuk është më thjesht një kujtim televiziv, por një shteg që e ndihmoi të zbuloj veten, të kuptoj sa e fortë mund të jetë një grua kur vendos të mos dorëzohet përballë syve të një bote që gjykon. Dhe ndoshta, kjo është arsyeja pse edhe pas 3 vitesh, ajo vazhdon të mbetet një emër që s'mund të harrohet dot. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.